pamje nga fshati Studençan i Ferrandës ish Suarekës. Është shtërita dhe ky fshat ka dalë në pjesën e mëna. E atje ku shihen plastikat është fshati Mamush. Fshati Mamush është një nga fshatrat në Kosovë që ka më shumë tisera. Dhe ata kanë festën e domatës, çdo vit e festojnë. Janë të njohur për domate. Ndërsa Krusha ka festën e specit. Këtu lidhet fshati Dobërdelan sot i Liron. Vazhdon tani Pagarusha. Në Dobërdelan ka radhë Djali Agjës dëshmor në luftime 28 marsit e në Verdë Raku me Shefkisaqin e Rgovës. Janë Samadragja. Gjitha këto zona janë kontributëdhënëse për liritë Kosovës. Fshati Samadrag. Gjitha tregulluar sot, po pa njerëz, po shadithra, mërgimi ka marrë shumë. Zakonisht komunës të Suarekës ka mërgjimtar shumë edhe në Itali. Mirë stinë pranvera sot 25 marsi shënohet përvjetori i shumë martirëve dëshmorë, por në vazhdimsi këto ditë ka përkujtime. Se pas bombardimeve të natës veç dihet që është marrë ofenzive madhe shaj hakmarrje. Kjo është rruga që i lidha fshatet Travecit ku ka ra dëshmor Toni Emici me 3 ushtar në zonës Shalës. Kjo ka qenë asfaltuar edhe para luftës, edhe ka qenë armë pushimi, edhe në ballafaqur direkt me ta ku 2 kanë met të plagosur janë ende gjallë. Kujtimi edhe minja që i përshëndes. Në shenjë respekti është ngritë edhe kjo kulla e orizmit dhe qëndresës. Jone komunal në varrim dhe më thënë në gjatë ka bashit veteranit.